Ky është një skandal, dështim absolut. Inter në krizë totale. Kundërshtarët direkt që fitojnë terren ndaj nesh, fitojnë pikë ndaj nesh, një ndeshje skandaloze, një Inter siç e thash në krizë totale dhe tashmë kundërshtarët I kemi ngjitur. Përshëndetje muzikal të Interis kudo që ndodhen, mirë se u rikthyet në kanal, mirë se u rikthyet kampion të Italisë për të 21 herë. Mbyllet kështu kampionati me këtë Bologna Inter 3-3, të paktën I dham edhe një kënaqësi me këtë hap fals në thonjza, I dham këtë kënaqësi kundërshtarëve që le të gëzojnë sot me këtë pikë që Interi mori, një ndeshje le të themi ku absolutisht ishin të dy ekipet jashtë çdo objektivi, një ndeshje ku në letër parashikohet ishte një ndeshje e qetë, ndeshje e mbyllur, por faktikisht nuk ndodhi ashtu, pasi ishte një ndeshje që na dhuroi spektakël, le të themi, 6 gola, një 3-3 fantastik, një man of the match Diouf. Absolutisht man of the match, sidomos në pjesë dytë, një Diouf që me atë shtyllë që bëri, ku iku 2 vetave, që mund ta konsiderojnë si asist për Pio Esposito dhe më pas ai goli I dytë, fantastik fare. Kështu që, siç e thash, një Inter me pjesën më të madhe të lojtarëve të cilët do të luanin në botror, ku nuk ishin, pasi Kivu I ka dhënë të drejtën që të largohen. Vetëm Lautaro Martinez që më shumë për të mbajtur kondicionin fizik ishte, më pas një rreshtim deri diku absurd në sensin me shumë mungesa, De Vrij luante titullar, Bisek nga krau tjetër, mesfusha e përbër nga Zielinski, Sučić, dhe më pas edhe Di Marco ishte aktivizuar, Carlos Augusto, gjithashtu në sulm ishte Pio Esposito me Lautaro Martinez. Një ndeshje që nisi me Bolognën disi më agresive, ku u pa që Castro humbi disa raste të mira, dhe më pas ajo perle Di Marcos si për ta kurorzuar sezonin fantastik, pasi u shpall edhe njeriu I sezonit, I Serie A, Di Marco me një goditje, me një ence le të themi fantastike, shumë e bukur në trekëndsh të portierit. Inter I kalon avantazh dhe më pas duket sikur fiket komplet. Ajo çka më shqetëson më shumë, edhe pse është vetëm një ndeshje, është pjesa e portierit Pepe Martinez, dhe këtu dua të ndalem pak. Nuk e di tani a ishte strategjia e Kivut pasi duan që Interi të nisi nga poshtë, siç quhet, inicialet da basso, sepse shija që shpeshherë kur I nisej loja, nisej me portierin që bënte pas në shkurtër, po gjithmonë Martinez e dim tashmë që nuk është se është I aftë le të themi në lojën me këmbë, duhet përmirësohet shumë, por sot pothuajse të gjitha rivënjet që ai ka bërë ishin të gabuara, dhe jo vetëm ajo, por e pa shumë pak reaktiv sot, dhe kjo më bën të shqetësohem pasi kishim marrë konfirmime që Pep Martinez do ishte pikërisht ai portieri titullar I Interit në sezonin tjetër, dhe kam frikë që kjo ndeshje mund të ndikojë disi tek drejtuesit tanë që ta rimendojnë pjesën nëse duhet investojnë ke një portier apo jo. Absolutisht nuk është një ndeshje e cila përcakton një kampionat të tërë, le të themi, por deri më sot, duke përjashtuar ndeshjen e sotme, Sarri ishte dhënë mundësia, ishte një portier që kishte shprehur më të mirën e tij, por sot realisht më ka zgënjur, jo vetëm pjesë parë, jo vetëm ke rivënjet, por shumë pak reaktiv. Thash, le ta vazhdojmë aty ku e lash. Interi kaloi në avantazh, më pas ai gabimi De Vrij, ku Bernardeschi përfiton, shënon 1-1, më pas Bologna arrin që ta kthej që në pjesë të parë faktikisht me një autogol të Lautaro Martinez. Pep Martinez nuk ishte ç'bënte asgjë aty, ndërkohë nis pjesa dytë me po të njëjtit lojtar dhe është ai autogoli I Zielinskit, ku kam përshtypjen që portieri mund bënte disi më mirë, topi erdhi lehtë edhe pse e pa në moment fundit, arriti ta prekte, por nuk e devijoi dot, kështu që 1-3, atëherë kur u duk se çdo gjë po mbaronte, pikërisht Kivu bëri disa ndrime me aktivizimin e dy lojtarëve të rinj që jashtëmase pëlqyen sot, si Koki edhe Topalovic, që ishte pikërisht ky I fundit që dha atë asist për golin e fundit Diouf, por është pikërisht atë u larguan si Barella, si Sučić, si Lautaro Martinez, gjithashtu Di Marco u largua, u aktivizua edhe Boni, Luis Enrique. Pra, le të themi, ishte pikërisht ky momenti kur Diouf u evidentua, duket sikur Diouf ndezi motorët me atë
triblim mes dy vetave fantastik, le të themi, ku bëri atë goditje për fat keq përfundoi në shtyll, por topi u kthye direkt Pio Esposito që sot ka fituar pafund duele, shumë faulla ndaj tij, por e pash një Pio Esposito që më pëlqeu realisht. Golin e shënoi patjetër me port bosh, më pas sërish është Diouf me atë asist fantastik, një vizion shumë i bukur i Topalovic. Diouf tek për tek ja merr kohën mbrojtësit dhe shënon atë super gol ndaj Skorupskit. Pra siç e thash, mbyllet çdo gjë në 3-3. Për mendimin tim man of the match sot ishte Diouf, ndeshje shumë e mirë e tij, sidomos pjesa e dytë, por le të themi që ishte një orësh i luajtur shumë mirë nga Bologna, më pas Interi që rikuperon. Si ndeshje e fundit e kampionatit ishte një ndeshje mirë, ndeshje spektakël, mbyllet kështu ky kampionat, mbyllim, shpallemi kampion për të 21-ën herë. Tashmë lojtarët do të shkojnë me pushime, i urojmë sukses dhe një botror sa më të mbar pikërisht interistëve që do marrin pjesë në të. Mercato do të nisi së shpejti, të shohim çfarë do ndodhi. Gjithsesi, në të mirë në të keqe, forca Inter, urime edhe një herë kampion, në të mirë në të keqe, forca Inter.